Serbia është shteti më i armatosur në rajonin ton, aleati më i ngushtë i Rusisë. Fatkeqësisht, luftrat nuk i takojnë vetëm skaluarës dhe ato janë rikthyer në këtë shekull në kontinentin evropian. Ndonjëherë na thuhet të mos shikojmë pas, por vetëm përpara, drejt së ardhmës së përbashkët, si ajo shprehja të shkuara të harruara që e thon ata që duan të pajtohen. Mirë po, si mund të ketë pajtim pa pranim të fajit, si mund të ketë falje nga ana e viktimës, kur agresori jo vetëm që nuk kërkon falje, por zotohet ta përsërisë krimin në rastin më të parë që do t'i jepet. Serbia nuk është shëruar prej, le ta quajmë, kompleksit Kosovës, që ka shuar atë disa gjenocide t'i shkaktoi në shekullin 20 dhe në fund shekullin 19, jo vetëm në tokën tonë, por edhe në vendet e tjera të Ballkanit. Serbia është shteti më i armatosur në rajonin tonë, aleati më i ngushtë i Rusisë, që Kosovën e quan sepse e don pjesë të territorit të saj shtetëror, që mban baza të përparme ofenzive të ushtrisë dhe gjandarmerisë pranë kufirit me vendin tonë Kosovën, që ndërmerr sulme terroriste, luftë kinetike, sabotime të ndryshme, teksa strukturat paralele ilegale në territorin e Kosovës përgjithsisht ja kemi mbyllur ose shporur. Ne kemi detyrë të kujtojmë, ne nuk mund të harrojmë as luftën shqyrtare në përgjithësi, as viktimat civile e posaçërisht nuk mund të harrojmë epopejën e UÇK-s pikërisht për të mos u kthyer në kaluarën. Duke mos harruar, ne kemi të ardhme të sigurt e të ndritshme. Rënja heroike e Adem Jasharit dhe flijimi i 58 familjarëve të dyja gjinive, prej Blerinës 7 vjeçare e drejt Bas Shabani 74 vjeçar, ishte si një shok elektrizues që përshkoi të gjitha qelizat e trupit të popullit shqiptar. Përkundër efektit terrorizues që synonte Serbia, rezultati ishte mobilizimi masiv dhe i menjëhershëm i shqiptarëve në radhët e ushtrisë çmimtare, që deri atëherë nuk njihej mjaftueshëm, por që prej atëherë emri Adem Jasharit dhe ai i ushtrisë çmimtare të Kosovës u bë i njohur për të gjithë dhe sinonim të njëri tjetrit. Për të gjithë brenda vendit e po ashtu edhe në arenën ndërkombëtare. Adem Jashari kryekomandant i UÇK-s dhe UÇK-ja e komandantit legjendar Adem Jashari. Të tillë pra të pashkëputur nga njëri tjetri do të mbeten për jetë. Fatkeqësisht, luftrat nuk i takojnë vetëm skaluarës dhe ato janë rikthyer në këtë shekull në kontinentin evropian. Në kohën kur shtetet e kontinentit tonë po investojnë më shumë në pajisje dhe përgatitje ushtarake, edhe ne në Kosovë, që luftën e përjetuam, e mbijetuam në të shkuarën e afërt dhe që rrezikun e një agresioni të hapur ushtarak e kemi jo larg kufive tonë, po punojmë për pajisjen e Forcës Sigurisë Kosovës me armatim modern dhe për stërvitjen e saj sipas artit bashkohor ushtarak.